kohëve të fundit, pse qona prej gjumit është me shku me pi kafën para ushtrimeve. Që ajo motivon, që ajo është që e shën trupin tem prej shtratit. Elvira, tregon pak qysh e ke rutinën e mëngjesit, qysh e fillon zakonisht ditën? Rutinën e mëngjesit zakonisht e filloj me 1 orë kushtuar vetës me aktivitet fizik. Wow. I cili mundet me qenë ose ushtrime në crossfit, në gym pro, ose vrapim në gërmi. Wow. Kështu që kjo e ke pa diskutim, gjithherë pa diskutim, përveç le të themi 4 ditë brenda ditëve të javës, edhe pa tjetër një herë në vikend. Pra, tentoj me mbajt 5 aktivitete minimumi brenda një jave. Ndonjëherë jam shumë e lodhshme edhe trupi ma kërkon me pushu. Kështu që flaj pak ma gjatë mëngjes, edhe mandej mundohna me organizu ditën që qëtë aktivitet me kry mas dite. Po gjithsesi, prap ke atë aktivitetin fizik që për fat keq, duke përfshirë edhe mua, nga njëherë po e anashkalojmë edhe po di me bulqime. Që sa kohë je kështu? Që ato kështu e menu se edhe one, kur im kurmeri, nuk e kom ditë vlerën mjaftueshëm të shëndetit dhe të mirëmbajtjes të trupit, edhe mandej rëndësisë që a du të mja njësë edhe në mulluan. Po, fillo kështu gradualisht. Edhe rëndësisë që ajo e ka për neve, mandej ndërlidhjen. Kështu që ja kom njësë kështu të seriozisht prej pandemisë, pra 2020, po për ndryshe edhe para asaj i kom bo disa tentime kështu të ka. Një herë 2 herë në javës, e kom ljonë, mandej kom pauzu, derisa e kom gjithë qëtë momentin në mëngjesit, të më thonë që është 6 deri në 7 ose para 6-ve me ja kushtu vetës. Normalisht që para kësaj ka qenë edhe pa mundshme për shkak se i kom bo fëmijët e vegjël, i kom bo gjumin i mirë. Kështu që ke pas mjaftu shumë aktivitet në shtëpi. Këtë nona që më dëgjojnë, veç mu ju thonë që asun në qatë kohë nuk kom mujtë me u marrë, derisa është rritë fëmija dhe ka bo gjumin e mirë natën, që unë mandej me uni me qenë e pushushme, mjaftushme për me u marrë me aktivitete, kështu që kur nuk është vonë. Po besoj që edhe është ajo e rëndësishme që shë përmende ke tentu me një rutinë tjetër, s'ka funksionu edhe derisa e gjenë qatë rutinën që me të vërtet funksionon. Duhet me provu. Për ty, ose aktivitetin që funksionon për ty. Për dikon është vrapi, për dikon është fitnessi, dikush po e gjenë vetën pilates. Jo krejt e keni atë themi eksperiencën e njëjtë, sa ju përket kësaj pjesës të aktivitetit fizik. Qashtot është, po te unë edhe diçka tjetër që ka funksionu, ka qenë të qenërit pjesë e grupeve, me pasë të shoqënisë. Jo gjithmonë motiv din me qenë kujdesin ndaj vetës, ajo gjithsesi është finalja. Po ndonjëherë mendoj që duhet mi gjetë do motive të vogla që të bojnë mu qu prej gjumit. Për shembull, une që ta shkove të fundit, pse qona prej gjumit është me shku me pi kafën para ushtrimeve. Që ajo motivon, që ajo është që e shën trupin tem prej shtratit. Kështu që secili mundet me gjetë, dikush e ka mbas ushtrimeve, po unë gjithmonë e kom pas shta para ushtrimeve, edhe kryesisht kur e kom pi me shoqëni, me shoqët e mia, ajo e bën e rrit hala ma shumë dozën e motivimit edhe e bën ma të letë qatë momentin e zgjimit prej... Po, një këshill shumë e vend, se nga njëherë na duhet pra një motivim shtes, nuk është veç aktiviteti fizik, po edhe që ajo aspekti shoqëror. Kom provu kështu të me qenë ase e disciplinume, po edhe kjo është disciplin vetë, se nuk po du me u të regu shumë modeste, se edhe kjo kërkon disciplin. Po, me gjithatë, lidhshmëria me njerëz tjerë, socializimi, të arrit dozën e dopaminës, edhe që aja mundet më konë edhe një ekstra push për me bo një aktivitet. Kështu që jënë shumë të mira këto aktivitetet grupore, për shembull vrapi në grup, pastaj unë më shtrime një kohë, kom ushtru me një dy shoqe, dhe kemi pas njëjtin orar dhe ka qenë që ai connection që kemi bu, tash ushtroj crossfit që është prap grup, njerëz shkojnë pilates që ushtrojnë me grup. Kështu që ajo energjia që krijohet, po aq vlerë
sa ka vlerë investimi në muskuj. Këtë desha të theja. Kështu që është një rrugë e dy punë, pra, edhe e kuptueshme edhe një këshill me vend se... Kështu që unë jam të janisa me bugrimin që bëj çdo ditë. Po. E për çdo ditë nuk qes sherk apo fondatin me këtë termin e ri të blogereve, që më fani se unë nuk i di termet, cila kam i rënë që zonat e dyja. Nuk i di termet e reja, se në fakt nuk është që i këshyri shumë videot Get Ready With Me, se veç më kompleksojnë edhe nuk i këshyri heq. Unë si po loma mi bo ato video për ty. Jo, vallaj, unë nuk i këshyri, se adim se si këshyri, pëse e shoh vetën ku që s'jam kërka heq, edhe thotë, les, po mësoj sa në ma mirë.